Grupi i muzikës punk Pussy Riot, dy prej pjesëtarëve të cilit ndodhen në burg, publikoi një video të titulluar Like in a Red Prison, në të cilën është vënë në shënjestër industria e naftës në vend dhe kreu i Rosneft, kompanisë më të madhe ruse të naftës, Igor Sechin. Videoja shfaq pjesëtarë të maskuara të grupit që qëndrojnë mbi naftësjellca dhe gazsjellca, ndërsa të tjera hedhin naftë mbi portretin e presidentit Putin dhe të Igor Sechin. Teksti i këngës sulmon shefin e Kremlinit, që quhet si Ajatollahu i Iranit. Grupi thekson se videoja synon të tërheqë vëmendjen për faktin se vetëm Putin dhe aleatët e tij përfitojnë nga industria e pasur energjetike ruse. Në blogun e tyre shpjegohet se të ardhurat e Rusisë nga industria e energjisë janë 7 trilionë rubla, por vetëm Putin dhe miqtë e tij mund t'i shohin këto të ardhura. Pussy Riot fituan publicitet të madh pasi pjesëtarët e tij hyrën në katedralen e Moskës shkurtin e vitit të shkuar dhe xhiruan një video ku kritikonin presidentin Putin. Pjesëtarët e grupit Maria Aljokina dhe Nadezhda Tolokonikova janë dënuar me 2 vjet burg për huliganizëm dhe nxitje të urrëties fetare, ndërsa pjesëtarja tjetër, Jekaterina Samutević, u lirua me kusht.